ku jetoj në qytet, ty me nuk ma merr mendja me shku në fshat që të në Austri, më fshatat Kosovës. Pse? Është puna ma ofër, shpenzimet janë ma të vogla për një banim. Po? Na mirë folja e zotëria shkollat e këtu. Qore zone Eli, për fat keq me thonë, të na as pllumat, as sërat, as zajt e kanë shku fshatin. Se që nuk punuat, as pllumat nuk jetojnë ato. As qet nuk po jetojnë në kator, po këtë po vinë në qytet. Ti thua që deri tash patëm vetëm fjalë, kështu? Në përgjithësi si popull kemi vetëm fjalë, nuk themi fare mshatra. Po, është e vërtet, për çka se vetëm një. Nuk mundesh të më thoni fshator dikuna me 30 orë tokë. Sa sonë punon që tha tokë, këtu është për shembull Bujku. I ka 10 hektar tokë, ai ka lëvërdim e punu, ka traktore, ka bojë, ka të gjitha. Na me jetu në fshat, e me shku me ble e qumshin Alpska, e me ble vezët e djallën, e me shku me unë katon, për çka me jetu në katon pra. E këtu bravo, klumt. Pajtohem shumë me këta që e the. As nuk e ma pulën, as nuk e ma as gjon, i blen vezët, e blen qumshin, i blen gjitha, Alp shkon e Sloveni, shkon e Ai s'është as katon si përfundim. Unë i ngjash shpesh, i ngjash do kushërit mi, do mon shpinë e ka lënë në katon, edhe orë me qiro jeton, pse ka punën ma ofër, shkon quhet ma vonë, për shembull vetëm një, qose ti 2 orë i bën ditët me shku në fshat. Ti llogaritë 20 ditë 4 orë ti ke u vetëm rrugës. E na të pekqyrëm leverdin gjithkush. Unë për shembull s'moj me i thonë ktheu ti në fshat, kur s'po kthehen unë, jo mëre, se me konë mirë kisha nejtune. Po. Zotëri, faleminderit shumë. Faleminderit e juve, Shumë e mirë kjo që e tha. S'mundesh me kërku dikujt të jetojnë në fshat ku në ndërkohë ti nuk e merr as guximin. Edhe